Në këtë edicion do të ndiqni. Ka dështuar për të 16 herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës, ndërkohë presidentja Vjosa Osmani ka takuar liderët politik. Brenda një jave 33 persona kërkojnë ndihmë në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakov, si pasojë aksidenteve në komunikacionin rrugor. Zjarri shkaktuar në një sorët elektrik në një banesë kolektive në Gjakov, lë banorët pa energji elektrike. KEC thot presin përpilimin e raportit nga ekspertët. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Gjatë paraditës së sotme për të 16 herë ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Kosovës, ndërkohë pas dite rreth 2 orë ka zgjatur takimi i presidentes Vjosa Osmanit me 4 liderët e partive politike, Albin Kurtin, Memlik Rasniqin, Lumir Abdixhikun dhe Ramush Haradinaj. Edhe pas një muaji nga mbajtja e seancës së parë, Kuvendi i Kosovës ende nuk ka arritur të konstituohet. Përpjekja 16 për ta bërë funksionale legjislaturën në nënt përfundoi pa sukses. Lëvizja vetëvendosje edhe këtë herë tentoi të formojë komisionin për votimin e fshehtë të kryetarit të Kuvendit, por nuk mori mbështetjen e partive të tjera parlamentare. Seanca u ndërprej dhe është parashikuar të vazhdojë më 17 maj në ora 10:30. Ndërka sot presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim përfaqësuesit e partive politike, të cilat i ftoi gjatë kësaj jave për të diskutuar hapat e mundshëm, që do të çonin në dalje nga ngërçi politik në Kuvendin e Kosovës, i cili s'parin të konstituohet as pas 3 muajve pas zgjedhjeve. Kushtetuta e Kosovës ndër parimet themelore parashes se parimi i ndarjes së pushteteve apo parimi i kontrollit dhe balancit është një ndër vlerat dhe parakushtet të funksionimit kushtetues të institucioneve dhe një ndër shtyllat që parashihet aty është edhe legislativi. Në situatën aktuale me mungesën e kuvendit funksional, por rrezikohet ky parim kushtetues. Prandaj edhe sot në takimin e parë kam inkurajuar liderët e partive politike që në funksion të realizimit të këtij parimi kushtetues të gjejnë zgjidhje të përbashkët për konstituimin e kuvendit, që përveç se do të siguronte funksionimin kushtetues të institucioneve, po ashtu do të hapte rrugë edhe për krijimin e qeverisë së re. Por ky takim nuk rezultoi të ketë zgjidhje për ngërshjen politik në vend, sipas përfaqësuesve politik opozitar. Kjo krizë nuk është krizë procedurale, është krizë politike dhe duhet kishte një zgjidhje politike, por nëse kjo çështje imponuese autoritare e lëvizjeve të vendosje vazhdon pa e pas shumicën parlamentare, atëherë ne e kemi për obligim para qytetarëve që na kanë zgjedhur që të bëjmë çmos për të gjetur një zgjidhje. Kryesisht partitë politike që ndruan në pozicionet e tyre paraprake, që nuk kupton se nuk ka ndonjë zgjidhje eventuale për ngërshjen politike, nuk ka as iniciativë që do ta zhbllokojë këtë gjendje të tanishme. Dhe kjo është për keqardhje sepse gjendja e tanishme 16 herë përsëritje, 1 muaj vonesë dhe më së paku iniciativë nga partia e parë që ka 48 deputet, nuk kupton se s'ka as breng e besa siç e pash në takim as urgjencë që kjo çështje të zgjidhet sa më parë. U zhvillu takimi me presidenten, kemi dhënë idenë tonë që me ecë përpara, pra që do ta votojmë kandidat për kryetar kuvendi një person unifikues, në mënyrë që të kalojmë në etapën tjetër, edhe kuptohet e kemi mirë prit këtë mundësi pra të bisedesh me presidenten. Mbetet të shihet se do të ndikojë takimi sot me presidenten në konstituimin e kuvendit të shtunën paradite. Vetëm brenda 7 ditëve në emergjencën e spitalit të Gjakovës kanë kërkuar ndihmë mjekësore 33 persona të aksidentuar në komunikacionin rrugor. Ndërkohë nga policia thonë se në rajonin e Gjakovës brenda një jave janë regjistruar 16 aksidente. Pacient që janë lënduar nga aksidentet automobilistike dhe që kanë kërkuar ndihmë në emergjencën e spitalit të Gjakovës janë shpeshtuar këtë javë në rajonin e Gjakovës, por edhe në komunat e Deçanit, Junikut dhe Veriut të Shqipërisë.
Ilir Hasanaj, ushtrues i detyrës së shefit të emergjencës së Spitalit Isa Grezda në Gjakov, thotë se 33 raste janë trajtuar në emergjencë vetëm brenda 7 ditëve të fundit. Gjatë javës të fundit e kanë vizitu emergjencën 33 raste që kanë qenë aksidente në komunikacion. Gjithë rastet kanë marrë trajtim me ekzaminimin e nevojshëm, për cilave 6 janë hospitalizuar në Spitalin Gjakovës për me vazhdu trajtimin e matej, kurse 2 janë transferu lëndimet kokës, një fëmijë dhe një pak moshë më arritur, janë transferu në qendër klinike universitare për mu trajtu matej. Ndërsa nga policia thonë se në rajonin e Gjakovës, ku përfshihen edhe komunat e Malisheves dhe Ravecit, brenda një jave janë regjistruar 16 aksidente në komunikacionin rrugor. Ndërkaq në njësinë rajonale të trafikut në Gjakovë thanë se brenda 6 ditë në rajonin e Gjakovës kanë ndodhur 16 aksidente me dëme materiale, ndërsa 13 aksidente janë me lëndime në njerëz. Vetëm djetë të Vësyri ka raportuar për 3 aksidente me lëndime në njerëz, një në rajonin e Hasit, kur një vetur dhe një kamion janë aksidentuar. Tjetri aksident ka ndodhur në rrugën Bardhyl Çaushi, ku 2 vetura janë aksidentuar dhe lëndime ka marrë një vajzë, ndërsa aksidenti i tretë është regjistruar në fshatin Skivjan, ku përpasoj një person është lënduar dhe i njëjti ka marrë trajtim në emergjencën e spitalit në Gjakovë. Në një banesë kolektive në qytet ka ndodhur një zjarr njësori të elektrik dhe ka 3 ditë që 45 njësi banesore kanë ngelur pa furnizim të energjisë. Nga KEC thonë se ekipi eksperteve do të bëjnë vlerësimin e gjendjes për të përpiluar një raport për dëmin e shkaktuar. Sot është dita e tretë që kur ky objekt banesor ka mbetur pa energji elektrike, shkak është bërë një zjarr që ka kapluar një sort elektrik të martën, kështu ka treguar edhe një nga banorët. Të martën në ora 10, janë ndjek 6 orë të rryms në katin e tretë. Edhe prej asaj dite kur s'ka ndërmarrë kur gjë. As me qufar eksperti, as kur gjë. Na pa rrym, nuk më jetu 45 familje jemi këtu. Kemi të smut, kemi të paralizum, edhe që janë mosh ma 3, po kanë nevoj për rrym. Heq kërkusha se kanë ndërmend. Keku ka thonë vetëm orë t'i bimna, këto punën privatisht keni mi kry dikush tjetër, kush pjenë. Jo, nuk po mujmë ja dollë. Qysh po mujmë po gjendem? Sënë që gjana të shimore që kemi pas në përfriza gjysën i kemi gjujtë. Se jënë shkri që 3 ditë jemi pa rrym. Mungesa e energjisë elektrike po shkakton probleme dhe një familjes, e cila ka edhe një të sëmur në banesë. Ky që 3 ditë jena pa rrym, ky ka nevojë për ujë, ka nevojë për pastrim, ka nevojë për të nasenet elementare. Nën jena para pagus të rregullt. Rrymën e paguam as një cent se kena të papagume, krejtë kena të pagume me rregull. Kurse është i smuti. Unë në shtet nuk e paguj në privat, po paguj në shtet. E shteti duhet me ardhë me marrë masa, me kontrolu që 3 ditë, kjo është katastrofë për ne. Terë pri 64 me raun e poshtë, e mja marrë ti nasene që kam nevoj, e mja pronë vrap me lanë ratë, e me ardhë vrap e me këshirë. Ndërkaq nga KEC kanë bërë të ditur se KEC është në gjeni lidhur me zjarrin e shkaktuar në njësoret elektrik në lagjen e Fjalë në Gjakovë. Ekipi ekspertëve nga Komisioni për Katës së KEC-it do të bëjë vlerësimin e gjendjes dhe do të përpilojë një raport lidhur me të. Banorët e ndërtesës duhet të bëjnë ndërrimin e ormanit dhe kabllëve të dëmtuara, respektivisht rregullimin dhe eliminimin e dëmeve deri te njësoret elektrik përmes një kompanie të autorizuar. Por sa të përfunduan këto punime, KEC-i do të bëjë më njëherë furnizimin me energji elektrike dhe vendosjen e njësorëve të rinj. E përderisa kjo do të ndodhë, banorët do të mbesin pa energji elektrike. Ndërgjegjësimi për shëndetin mendor duhet të jetë i vazhdueshëm jo vetëm në ditët të shënuara. Psikiatër Zef Kumani thotë se shoqëria jon ka nevojë më shumë për të kujdesur për shëndetin mendor. Kjo pasi arsyet janë të ndryshme, duke filluar nga papunësia, problemet ekonomike, raportet familjare e të tjerë faktorë. Me moton komuniteti, nga data 12 deri më 18 maj, shënohet java e ndërgjegjësimit për shëndetin mendor, ku si qëllim mbetet rritja e ndërgjegjësimit dhe sensibilizimi i shoqërisë për rëndësinë e shëndetit mendor.
Doktor Zef Komani, psikiatër, tha se ndërgjegjësimi për shëndetin mendor duhet të jetë 365 ditë të vitit, e jo vetëm në këtë javë të shënuar. Sa i përket ndërgjegjësimit në lidhje me shëndetin mendor, është mirë që ekziston një javë gjatë vitit, mirë po unë mendoj që ndërgjegjësimi për shëndetin mendor duhet të ekzistojë 365 ditë e vitit. Për arsye se burimi i të gjitha të këqijave të një popullate është mos ndërgjegjësimi për shëndetin mendor. Tash nëse flasim ne për popullin e Kosovës apo Gjakovës, se duhet të flasim tani, stigma është shumë e theksuar në popullat. Për arsye se njerëzit nuk kërkojnë ndihmë. Duhet ta dimë që të gjitha çrregullimet e shëndetit mendor nisin me një dozë të vogël të çrregullimit dhe nëse nuk mjekohen, atë vetëm shkon duke u thellu ku mund të eskaloj edhe në diagnoza matrona. Psikiatri Komani tregoi edhe arsyet sepse populli i Gjakovës dhe Kosovës në përgjithësi mund të jetë shtrat i përshtatshëm për çrregullime mendore. Gjakova dhe Kosova është një shtrat i përshtatshëm për çrregullimet e shëndetit mendor për shumë arsye. Arsyeja e parë është gjendja e pasluftës, të cilën ende nuk kemi mundur ta tejkalojmë. Për arsye se dikush ende nuk i ka gjetur të zhdukurit, familjet e tëra janë shkatërruar. Pastaj ekonomitë familjare, kemi shumë familje të cilat kanë pas një mirëqenie para luftës, ndërsa në ndërkohë gjatë luftës është shkatërruar dhe ende nuk kanë mundur ta marrin veten. Pastaj problem tjetër është papunësia, ku numri i madh i personave të cilat janë të aftë për punë e posaçërisht këtu potencoj moshën më të re, domethënë prej 18 deri në 30 vjeçar janë të pa punë, pa perspektivë, që është një mundësi për zhvillimin e çrregullimeve të shëndetit mendor. Doktori Komani vuri theksin edhe mbi gjendjen aktuale në shkollat e Gjakovës dhe të tërë Kosovës në lidhje me këtë problematik, ku sipas tij ka shumë pak zhvillime në lidhje me edukimin e fëmijëve. Një problem vete është edhe gjendja në shkollat tona, Gjakovës, po edhe në tërë Kosovën është e njëjtë, për arsye se vendimi jam dhe i kolegëve të mi është që mësimi bëhet në mënyrë të thatë. Domethënë shumë pak ka zhvillime në lidhje me edukimin e fëmijëve. Nuk ka më rëndësi vetëm me mësu një gjeografi, një fizik, një matematik, por edukimin e fëmijëve, pastaj luftën kundër dukurive negative, ku kemi shumë raste të keqpërdorimit të drogave të ndryshme. Zakonisht thuhet që kur gjo marihuanë, mirë po duhet ta dimë që shumica nga të rinjtë që përdorin në rininë e vet marihuanë kanë çrregullime organike në tru, domethënë dëmtim të nervave. Kujdesi ndaj shëndetit mendor vazhdon të mbetet një sfidë e vazhdueshme për shoqërinë tonë. Zyrtarisht maturantët kanë përfunduar sot vitin shkollor 2024-2025 për të nisur një kapitull të ri. Pas mbrëmjeve të maturës, ata do të nënshtrohen edhe testit të maturës, i cili është planifikuar të mbahet me datën 21 qershor. Sot ishte dita e fundit e mësimit për maturantët e komunës së Gjakovës. Pas 3 viteve të mbushura me sfida, suksese e emocione, ata i dhanë fund rrugtimit të tyre në shkollimin e mesëm të lartë. Të mbledhur në hapësirat e shkollës, sot duke një ditë e veçantë për gjimnazistët e Gjakovës. Shkolla mesme ka qenë një prej kujtimeve më të mira. Këto 3 vjet I kemi kalu në mënyrën më të mirë të mundshme. Diçka që mundemi me kujtu është ekskursioni në Shqipni. Jemi kënaqur edhe do t'i kujtojmë gjithmonë me madh. Nga këto 3 vite do të na mungojë shoqënia, profesorat edhe gjithë shkolla. Atmosfera shkollës, shoqëria, kujdesi I profesorëve dhe mbështetja që kanë marrë përgjatë këtij rrugtimi janë pjesë e formimit të tyre si individ. Sot jemi mbledhur për mi festu një periudhë jetës tonë, qatë sa po mërzitem, qatë edhe po gëzohem, për shkak që koni rrugtim për një më I mirë. Jena mbledhur për mi festu fundin e një periudhës edhe fillimin e një rrugë universitare të re. Juroj sukses të kretëve që ku mujtë na ka japë mundësia mi po, edhe normal do të mi falendur gjithmonë stafin e shkollës që na kanë japë një eksperiencë mrekullueshme, edhe juroj sukses të cilit për neve. Ndërkohë të gjithë nxënësit janë mirënjohës ndaj stafit të shkollës për përkushtimin dhe përkrahjen që kanë treguar ndër vite.
Unë kum kalu 3 vite në shkollën gjimnaze Hajdardushi, kum kalu shumë mirë. Një ndër momenteve më të mira o konë kërë me ku në ekskursion. Në ka prish pak që në ka bo fillim të vitit, po më ka pëlqy shumë. Edhe si atmosferë që ka shini është shumë mirë edhe mu pëlqen kjo shkollë edhe ka më mungu shumë. Po ka që të lumtur sot ishin edhe maturantët e shkollave tjera. Të gjithë bashkë ditëve në vazhdim do të bën gati për të festuar në mbrëmjet e maturës, ndërsa me 21 qershor do t'i nënshtrohen testit të maturës. Nxënësit dhe mësimdhënësit të shkollës Femi Agani sot kishin fest. Në përvjetorin e themelimit të shkollës të gjithë bashkë kurorzuan sukseset e arritura ndër vite. Shkolla fillore mesme ullët Femi Agani në Gjakov shënon sot 23 vjetorin e themelimit me një ceremoni të veçantë duke përkujtuar jetën dhe veprën e akademikut Femi Agani, një prej figurave më të rëndësishme të historisë së Kosovës. Në këtë ngjarje kulturore morën pjesë përfaqësues të komunës së Gjakovës, mësimdhënës, prindër dhe nxënës. Miranda Macula Shlaku, drejtoresha e shkollës, tha se shkolla nuk është vetëm vend mësimi, por vend edukimi, bashkëpunimi dhe jo vetëm. Sot në këtë ditë të veçantë jemi mbledhur për të festuar së bashku. Më shumë se një ngjarje festive, festojmë një frym, një përkushtim të përbashkët që na bashkon si komunitet dhe shkollë. Festa e shkollës është një moment reflektimi dhe krenarie që na kujton që shkolla nuk është vetëm një vend ku mësojmë, por është një vend ku ndërtojmë karakter, ku mësojmë sjellje, bashkëpunim dhe reflektim gjithsesi. Gjithsesi respektojmë dhe ndërrojmë për më shumë, është vatër e diturisë. I pranishëm ishte edhe shefi arsimit Zymer Berisha, i cili tha se kjo nuk është vetëm ditë e thjeshtë në kalendarin shkollor, por ka një rëndësi të veçantë sepse mban emrin e një personaliteti të shquar në historinë e Kosovës. Sot nuk është vetëm një ditë e shënduar në kalendar, por është një festë e madhe për ju, vetëm për faktin edhe njëherë që shkolla ju i mban emrin e akademikut Femi Agani. Femi Agani nuk ishte vetëm një emër, por ishte një personalitet, ishte një vizion, një dashuri dhe një mision që neve në ka trasu në Republikën e Kosovës dhe si të tillë do ta mbajmë në mend dhe do ta përkujtojmë për gjithmonë. Edhe për nxënësit, kjo ditë ishte plot emocione, ata përpiqeshin të performonin sa më mirë në performancat e tyre. Jemi konë shumë të lumtur për festën e shkollës, domethënë kena bojë maksimumin tonë, jena mundu mi bojë gjithë shka që kena mujtë, kjo nuk na nevojit shumë kohë, domethënë mas shumë të 2 javë, jemi mundu që mi përfaqësu shkollën tonë, mi bo sa ma bukur. Në fund të kësaj kremte, nxënësit prezantuan edhe disa punime arti në një ekspozitë të përbashkët. Fest kishte edhe në shkollën Zef Lushmarku në Paralagjën Brekoc. Aty u shfaqen disa performanca artistike të nxënësve me qëllim që dita të jetë më festive. Me aktivitete festive ka filluar festa sot në shkollën Zef Lushmarku në Paralagjën Brekoc. Në përvjetorin e 79 të themelimit të shkollës, drejtori Pjetër Doda i tha se sukseset e nxënësve ndër gjenerata kanë qenë të shumta. Prej kësaj shkolle, nxënësit tanë kanë qenë biznesmen të njohur, ambasador, ministra, zëdhënës ministra, tashti janë profesor, inxhinier, arkitekt, mjek dhe intelektual të shuar. Misioni shkollës tonë është të edukoj dhe të arsimoj nxënësit me realitetin e ri të mesimdhënies dhe mesimzënies sipas kurrikulave të shkollave bashkëkohore. Mendoj se do t'i realizojmë objektivat tona për të arritur vizionin që kjo shkollë vërtet të jetë anëtare në familjen e shkollave bashkëkohore ku dija dhe shkallësitë e nxënësve të fituara në shkollë, kjo shërbejnë për të jetuar e punuar në një botë të zhvilluar. Në këto 3 vitet e fundit, krahas mesimdhënies dhe mesimzënies, prioritet joni ka qenë përmirësimi infrastrukturës shkollore. Nga moshti kemi siguruar të gjitha makineritë për rregullimin e kopshtit dhe pastrimin e mbrëmshëm të shkollës. Nga IOM kemi siguruar të gjitha mjetet dhe aparaturat didaktike
për 7 kabinete. Kurse nga kuvendi komunal kemi rindërtuar dhe riparuar shkollën e Tërsi. Sot shkolla jonë është një shkollë bashkohore. Edhe njëherë, urime 79 vjetori shkollës sonë. Ndërsa shefi arsimit në drejtorinë komunale të arsimit Zymer Berisha nënvizoi vlerën historike dhe simbolike që ka shkolla për komunitetin. Shkolla Zeflush Marku është një shkollë me një emër të ndritur, sepse ju nxënës të dashur, duhet të dini se sa kanë sakrifikuar gjeneratat të tëra që ne sot jemi këtu për të gëzuar. Rastin e Zeflush Markut e dini të gjithë që dikon në vitin 1922 është i vrarë mu këtu, kjo ura tabakve që që thonë, dhe ky patriot shqiptar, do më thënë, vendlinjen e ka në Shkup. Imagjinoni shqiptarët se sa kanë kontribuar që ne të gëzojmë lirin, ne që të gëzojmë dignitetin tonë, prandaj me përkullje dhe respekt duhet dhe me shumë dashuri duhet jeni krenar për emrin e shkollës që keni. Dita e shkollës ishte e veçantë dhe për njërin nga nxënëset e këtueshme. Sot jemi shumë të lumtur sepse është festa shkollës, përsëri është një ditë shumë e gëzueshme edhe rëndësishme, edhe të gjithë nxënësat kanë përgatitur një program festiv, kështu që është shumë mirë. Shkolla Zeflush Marku vazhdon të jetë një pikë referimi për edukimin dhe formimin e gjeneratave të reja, duke ruajtur me krenari kujtimin e emrit që mban, u tha mes tjerash nga të pranishmit në këtë mjedis shkollor. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga mot me diell e vranësira, me temperatura që kanë lëvizur nga 10 deri në 23 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 6 gradë deri në 11 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i ndryshueshëm. E shtuna do të karakterizohet nga moti vranet e me diell, me temperatura që do variojnë nga 5 deri në 17 gradë Celsius. Të dielën pritet të mbizotrojë mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 7 deri në 21 gradë Celsius. Moti ndryshueshëm pritet të mbizotrojë të hënën, me temperatura që do variojnë nga 10 deri në 22 gradë Celsius. Edhe të martën pritet të mbizotrojë moti ndryshueshëm, me temperaturë minimale 11 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 24 gradë Celsius. 14 deri në 25 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti vranet e me diell. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Ka dështuar për të 16 herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës, ndërkohë presidentja Vjosa Osmani ka takuar liderët politik. Brenda një jave 33 persona kërkojnë ndihmë në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakov, si pasojë aksidenteve në komunikacionin rrugor. Zjarri shkaktuar në një sorët elektrik në një banesë kolektive në Gjakov, lë banorët pa energji elektrike. KEC thot presin përpilimin e raportit nga ekspertët. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.